Por nisna këtë kjo e fundit që tha eliminimi, historikisht LDK-ja ka pas largimet njerëzve. Edhe çështja e kultit liderit nuk është që Lumiri e ka promovu i pari, është pjesë e trashëgimisë këtij subjekti politik. Andaj kjo nuk ka leju kur LDK-ja me kriju strukturat fuqishme. Ka mjaftu me pas liderin edhe kompromiset për qeveri kanë bo veç për presidentin, apo kuptan. Kanë bo kompromise me partit vogla, ja ka vënd qeverinë, qeveria ka qenë instrumenti kryesor me udhëhet shtetin, me menagju shtetin, me ndërtu politika, apo kuptan. Qysh prej themelimit LDK-s, ma dje dhe në fond në dhejta as themelus të LDK-s, përveç Ibrahim Rrugovës nuk kanë met në pjesën kryesore të partisë. Duhet me pa këto, për shkak se kjo është vetëmja parti që ka njës prej 100%, e ka ranë në 15%. Këtë parti tjera ka njës prej zerës, këta nuk e din që është me urrit. Këta e din që është mu zvoglu. Prandaj ti kur kryon qësar historie të zhvillimit politik, e ki shumë fështirë me e ndryshum mendësin edhe të strukturave të mërënshme, por edhe bazës elektorale. Po ta them, nuk ka shpëtim, do kete në dhe më LDK shumë. në vitet 90-ta, ma fështirë u kanë me u bë kryetar në ndege, se sa sot me hinë listën për deputet. Ta them me sinceritet se unë LDK-n e kom përcjell prej kur është themelu si subjekt politik. Kohën kur ka njës pluralizmin e ish Jugosllavi. Por, prej vitit 93, kur prej LDK-s u kriju një kombi, në qatë ko, është largu Mehmet Krajë, Subugjovi, Ibrahim Berisha, s'ka vonu shumë, u largu një grup tjetër intelektual dhe njerëzve që kanë qenë pjesë e strukturave kryesore. Në 98 u largu një grup tjetër, ishtë burgosur dhe në kryje me Hidayet Hysenin e Mehmet Hajrizin, Basri Musmurati. Pastaj u largu Edita Tahiri, pastaj u largu Milazim Krasniqin vitin 2000, pastaj e ke pas largimin e dasit me grupin e vetë. Do thot, kjo që na po flasmi sot, përheqja e Hikmete Bajramit edhe paknacit me Lumir Abdigjiku, por mendoj që është në kulturën e LDK-s kjo. Tek e fundit është procesi natyrshëm. Po kjo veç kjo... Largimi, ardhja, por ndryshimi ka që madhë i rezultateve zgjedhore që ka ndodhur për një periudhë jo aq të gjatë kohore, tregon ma shumë se sa një lëvizje normale, spontane e ardhjes dhe shkuarjes. Se ardhjet e shkuarjet janë të ke fundit proces normal, që ndodhin të gjitha partitë. Mirë, por të lidhja... Po shjetë se po shkakton pak knaqësi të mëdha. Të lidhja demokratike, rreziku i madh ishte i ndrimit të shkollave. Se shikoni, shkolla e lidhjes demokratike ishte faktikisht filozofi politike e ashtu quajtur rrugoviane, që kishte për subjekt njeriun e tokës, e kishte për subjekt të matën mundësit e jo dëshirat, e kishte për subjekt njeriun qytetar të thjesht i cili me ato mundësit e veta çka mund të bën për lirin individuale dhe kolektive. Kjo është ajo elementi kyç. Po ato tashmë nuk janë atribute kryesore të bërjes së politikës së sotme. Ka ndryshuar mjedisi. Duke ndryshuar mjedisi, duhet të ndryshojnë edhe kompania. Kjo është një kompani që në fakt, shiko, edhe tek e fundit, kjo parti politike, jo vetëm kjo, po se cila, dy treguesi ka të matjes së suksesit. Është efikasiteti edhe efektiviteti, që në shumicën e rasteve i masin me rezultatet zgjedhore nga njerë. Pa marrë parasysh si realizohen efektet brenda, rezultati zgjedhor është sikur ai produktiviteti i punës që i treguohet punëtorit, sa është i mirë i keq në punë nuk na intereson shumë, sa ka produktivitetin. Edhe këtu, partitë politike maten me rezultatin zgjedhor. Na mund të themi për çdo ditë, qoftë nuk du mu marrë me emna, mos e më keq kuptoni. Secili krev apo secili grupacion politik i ndonjë partie, qoftë i Lidhjes Demokratike, mundet më thonë që na po punojmë mas miri. Jemi shumë korrekt me masën, bojmë ketë, bojmë atë. Nuk është kjo mjaftueshme.
Rezultati zgjedhor është produkti final. Krejt loja bëhet për atë. Dhe jo vetëm ai, po ato që tha Milazimi pare, të ke fundit këto garojnë për me marë pushtet. E deri sa është e knaqër një lider i një partije, po i them lider, një udhëheqës i një partije është i knaqër që vazhdimisht me pa vetën në opozit dhe me pa që njerëzit po i shkojnë mbrapa, kjo nuk është e mjaftueshme. Mjafton ndoshta një prallë moderne shumë e shkurtër, nuk është e gjatë që ju tregoj studentëve. Shikoni, në një parad, të udhëhequr nga një individ, një paradist i madh, ata që i shikonin, ju thonin ku po shkoni o të marrë, ata paradojshin, ecnin. Parada, e dim na çfarë është parada. Kjo është rrugë qorë, nuk ju çon askund. Ju thojshin njerëzit anësh. Paradusit, ata që i shkojshin mbrapa liderit, shikonin njëri tjetrin, nuk flasin asgjë. Por a di çka bojnë? Shikojnë, po na prin udhëheqësi i madh. Sigurisht rrugës mirë jemi duke ecur. Shikoni, çfarë kritike i bojnë vetes. Njëjtat fjalë ndin edhe udhëheqësi, që është në krye të këtyre paradisëve, duke ndi zërat nga anësh se ju po shkoni rrugës së gabuar, rrugës qorre. A dini çka bën udhëheqësi? I eliminon ata. Jo, nuk bën asnjë veprim, por shikon mbrapa, thot, shiko sa njerëz po vijnë mbrapa. Sigurisht jam rrugës së mirë. Shiko, Lumira Abdigjiku dhe secili udhëheqës partia, kur i shën nëpër salla, që i mbledhin me autobusa njerëzit, edhe i binë në një sallë, dhe e sheh veten se po ndëgjohet nga të tjerët, aty hin mendja se është lider i madh. Dhe ata që janë duke përcjell e shohin, o sa mirë po flit ka. Asnjëri nuk e vën gishtin në kokë me thonë, mor këtu bim, a ka me na sjell rezultat apo jo? Kjo është esenca. Ideja është aparenca, paraqitja jo. Ideja është, flasim kështu tash se deri tani folëm se si kanë ardhur deri në këtë moment, po ka do të shkojë kjo parti tutje? A ka shpëtim dhe kush mund ta shpëtojë partinë? Le themi që mbahet kuvendi shumë shpejt, ka emra të tjerë që i futën garës, kush mund t'jenë ata që do t'a shpëtonin partinë e parë demokratike, jo veçëndrohet shqiptare, po në ish Jugoslavi, si që na kujtoi Elmazi. Unë besoj që Lidia Demokratike ka kuadro. Mbetet shihet a do të arrijë të mobilizoj, do të thotë, ata të vërtetit. Ndonse kjo garnitur, do të thotë, që aktualisht... Le të themi kush janë ata të vërtetit? Tani, kjo çështje për debat dhe për debat të brendshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Janë aq shumë sa nuk ja vlen bara që ranë të përmendet ndonjë. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shumë kuadro që jo që nuk janë